petullat. Do bëjmë petulla me pomodorini dhe erza. Atëherë, për të bërë këto petulla do na duhet qumshti, mielli, erza të freskëta, barishta, kemi domatet, pomodorini të vegjël në këtë rast, vezza, pak fryrës për petullat, kemi shumë të rëndësishëm edhe djath kaçkavall të grirë që ju mund të zgjidhni pecorino, parmigiano, grana padano, ato që ju pëlqen. Dhe në fund kemi edhe vajin, i cili është për skuqjen e petullave. Puna fillon me pomodorinit. Meqense do na duhet që t'i lëmë të kullojnë ujin e tepërt në mënyrë që mos pengojmë fryrjen e petullave, i presim që në fillim, zot çfarë cikash këto të indër horeka. Unë vetëm duhet të bëj kujdesi mos pres gishtat, domethënë se çdo gjë tjetër e presin këto. Nuk e shtypim produktin. Shikoj si dalin. Kështu pra, e presim një pomodorini më 4, sepse duhen të vogla. Dhe në fund, të gjitha këto do i hedhim në një kulles si kjo, do i vëmë një pjatë poshtë dhe do i lëmë që ndërkohë që ne përgatisim brumin e petullave, këto do e kenë kulluar ujin e tepërt.